unë kam kujtim të hjetur e të bukur njëkohësisht. Kur isha fëmijë, kalova një sfidë shëndetësore dhe ishte pamundur të më ushi, refuzoja çfarëdo lloj ushqimi, kështu që gjyshja ime në atë kohë mori përsipër këtë sfidë dhe më mësoi atë që ne quajmë gjellë e verës, që bëhet me domate, speca në tigan, por unë e refuzoja lugën, kështu që më mësoi që ta haja me të ngjyrë, me bukë. Dhe mua më ka ngelur si zakon deri tani vonë që ndonjëherë kur ka diçka që më mërzit, bëj gatimin. Bëj këtë ngjyrë, po. Këmbgulte ajo, që ti të ushqeshe. Këmbgulte dhe ja arriti. Përveç se ndërmori si sfidë, pati sukses në këtë sfidë dhe jeta është shumë e bukur, sepse sot unë jo gjithmonë me sukses, po përpiqem t'i bëj një gjë që asaj mund t'i pëlqej apo mund t'i duket interesante, sepse për moshën që ka, ajo tashmë refuzon ushqimin, janë shumë pak gjëra që ajo mund të konsumoj, dhe unë gjithmonë jam në atë luftën, do provojmë sot një gjë të bukur të mirë, jo gjithmonë ja arrim me sukses.